Del që Ministria e Arsimit ka subvencionuar 10.828 më shumë nxënës se sa që AOSK-ja thotë që janë të regjistruar në Kosovë. I bie që këta qytetarë kanë dëmtuar buxhetin e shtetit të Kosovës me mbi 866.000 euro. Sa i përket diskutimeve që mërgjimtarët edhe pse jetojnë jashtë Kosovës kanë përfituar prej subvencioneve nga Ministria e Arsimit për blerjen e librave shkollor pra për fëmijët e tyre, sot kemi me i paraqit disa shifra të cilat veç i forcojnë këto dyshime edhe të cilat mund t'i shuajmë base vetëm prokuroria duke hetuar këtë çështje. Kjo sepse statistikat në vijim tregojnë se si subvencionet për libra janë keqpërdorur edhe nga qytetarë që as nuk jetojnë në Kosovë, pra thjesht kanë aplikuar për të marrë 80 ose 110 euro nga buxheti i shtetit të Kosovës, si subvencion pra për libra shkollor. Jemi të fol veç për subvencionet për libra, pra jo për shtesat për lehona ose për fëmijët ose subvencionet e tjera. Në një përgjigje për Gazetën Nacionale, me 5 nëntor të vitit 2025, Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se sipas të dhënave të pranuara nga platforma e-Kosova, numri i aplikuesve për subvencionim për libra shkollor për vitin 2024-2025 ka qenë 219.343 aplikues. Sipas Ministrisë, subvencionet janë transferuar në xhiro llogaritë bankare të përfituesve, mjet e këto të cilat janë destinuar për blerjen e teksteve dhe materialeve shkollore për nxënësit. Pra Ministria ata që kanë aplikuar i kanë dërguar parën në xhiro llogaritë të tyre, pra zakonisht të prindërve. Kolegi Ariola nga Gazeta Nacionale i ka pyetur Ministrinë e Arsimit nëse janë në dieni edhe në cilat lokacione kanë shku këto subvencione. Pra kanë qenë në dieni Ministria e Arsimit se këto subvencione po përfitohen edhe nga qytetarë që nuk i kanë fare fëmijët në shkolla në Kosovë, pra mërgjimtarë që jetojnë jashtë në Gjermani, Zvicër e vendet e tjera. Ministria ka thënë, të gjitha subvencionet janë realizuar për nxënësit e shkollave të Republikës së Kosovës që ndjekin mësimin sipas kurrikulës së Kosovës. Sipas të dhënave të pranuara, është evidentuar lëvizje e prindërve të cilët gjatë periudhës së aplikimit kanë qëndruar në Kosovë, por më pas janë larguar në shtetet perëndimore dhe më vonë janë kthyer sërish në vend. Realisht Ministria del se nuk ka informacion se ku kanë shkuar subvencionet jashtë Kosovës dhe këta konfirmojnë edhe në përgjigjen ku thonë se mashti nuk ka të dhëna se në cilat vende jashtë Kosovës kanë shkuar subvencionet. Në tabelën e Ministrisë së Arsimit që tregon shpenzimet e buxhetit për subvencionet që janë dhënë. Në total del që janë subvencionuar 219.343 aplikues, ndërsa kjo i ka kushtuar buxhetit të Kosovës gati 20.5 milion euro. Mos e harroni numrin e aplikuesve që kanë përfituar për vitin 2024-2025. Pra folet për aplikuesit që kanë aplikuar në vitin 2024, mos të keq kuptomi. 219.343 aplikues pra kanë përfituar në çat vit. Le të shohim tash tabelën e të dhënave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, e cila tregon numrin e përgjithshëm të nxënësve të regjistruar për vitin 2024-2025, e cila tregon pra se në shkollimin fillor dhe të mesëm të ulët, pra nxënës që shkojnë janë regjistruar prej klasës parë deri në klasën e 9 në Kosovë, janë në total 208.515 nxënës. Pra për periudhën e njëjtë 2024-2025, sikur Ministria e Arsimit manal që e cekëm, Agjencia e Statistikave të Kosovës, që është agjencia më kredibile për të dhënat zyrtare në Kosovë, po thotë që nga klasa e parë deri në klasën e 9 në Kosovë janë në total 208.515 nxënës. Ndërkas Ministria e Arsimit për periudhën e njëjtë 2024-2025 po thotë që i kanë subvencionu 219.343 aplikues për libra shkollor. Me një matematikë të thjeshtë, pra pa na analizë të thellë ose na ekspert, del që Ministria e Arsimit ka subvencionuar 10.828 më shumë nxënës se sa që AOSK-ja thotë që janë të regjistruar në Kosovë. Këta 10.828 aplikues që kanë përfituar nga subvencionet për libra shkollor, e bie që sigurisht nuk janë fare në Republikën e Kosovës, pra i forcojnë edhe më shumë dyshimet se ka qytetarë që jetojnë për shembull në Gjermani, Zvicër e diku tjetër e që marrin subvencione nga Kosova kinse i kanë fëmijët e regjistruar në shkolla në Kosovë. Nëse kjo del të jetë e vërtet, nëse 10.828 aplikues kanë përfituar së paku vetëm nga 80 euro, jo 110, sepse janë dy kategori, na po e marrëm minimalin, pra 80 euro, i bie që këta qytetarë kanë dëmtuar buxhetin e shtetit të Kosovës me mbi 866.000 euro. Pra duke u lajmëruar rrejshëm duke aplikuar për subvencionet për libra shkollor, ani pse fëmijët nuk i kanë fare të regjistruar në shkolla në Kosovë.
Organet e drejtësisë në Kosovë duhet me vepru sa më parë që ky kespërdorim enorm mos me vazhdu tutje, sepse numri i aplikuesve për vitin 2025-2026 sigurisht është rritur edhe më shumë. Pra, kespërdorimet janë rrit edhe më shumë. Shifrat për vitin 2025-2026, sepse deri tash ça folim ke 2024-2025, edhe mbarvajtjen e këtij procesi për vitin 2025-2026 do ta publikojmë sapo të kemi të dhënat për këtë vit. Gjithashtu duhet të kemi parasysh se numri që nuk përputhet me të dhënat e ASK-s, pra numri Ministrisë së Arsimit që e cekëm më lart, mund të jetë edhe më i madh duke marrë parasysh se ka familje në Kosovë që i kanë fëmijë të regjistruar nëpër shkolla në Kosovë, por nuk kanë aplikuar fare për me përfitu prej subvencioneve për librat shkollore.